Ka bë përshtypje edhe kënga Komsi Komsa. Po, është një këngë shumë e bukur. Do me thonë, Komsi Komsa, do me thonë, kjo është prej fjalës franceze. Po. Është e kompozuar për një kompozitori me shumë emër, është Maqedon, por gjithmonë kur jam taku me kompozitor, nuk kam folë shumë, as nuk kam qenë kështu, se në momentin që vendosi me bashkëpunu me një kompozitor, unë veç kam marrë informata paraprakisht, e kam ndërtu atë besimin edhe e di që ai mund me bo diçka për mu. Vetëm një fjali e kam thënë, se shpesher këngëtar, prej përvojës po flas, shumë e ngarkojnë kompozitorin, bojnë trysni po themi në atë kuptimin se secili don me nxjerr më të mirën, po si me thënë, shumë përzihen në punën e kompozitorit. Kompozitorin duhet me lon me muzat e veta, se në momentin që fillon me kërku jo kështu, jo ashtu, ajo fillon pak edhe me ju kryu edhe konfuzitet, po edhe nuk e len kompozitorin me punu, si me thonë, sikur ju kur shkruni, ose që keni nevojë një farë motive. Unë një fjali e kam thënë, edhe aty jam interesant, shumë e letë në punë, shumë bashkëpunuse, ju jap shumë hapësirë, e njëjta gjë ka ndodhur edhe në këtë rast, edhe ka pas një sukses të jashtëzakonshëm kjo këngë.